ndodhemi, kam përshtypjen mes asaj që mund ta konsiderojmë si nevoja e shumë modifikimeve në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare, por edhe vetë brenda fuqive dhe shteteve të mëdha, kryesisht perëndimit që janë shtetet demokratike, ato që bëjnë klimën në botë sot, të paktën këtë pjesë të botës ku ndodhemi, dhe pa nevoja e shëmbjes së gjithçkaje, sepse nuk duam të bëjmë modifikime, po duam ta shëmbim gjithën. Për mua ky është leximi, do të ishte leximi në një frazë. Dhe shëndja do të thotë reformë. Ky është thelbi i reformës. Ti formaton diçka nga zero. Këtu jemi në marzhet e, kam lexuar një shkrim interesant shtypin francez, jemi në marzhet jo të një reforme, të një revolucioni. Po, patjetër. Domethënë, ai nuk kërkon të reformojë, ai kërkon të, do të thotë, zëri Amerikës ka pasur 10.000 vet, unë nuk është se mbaj 1.000. Unë i çoj gjithë shtëpi dhe mbyll dhe zyrat, madje. USAID gjithashtu. Shumë gjëra të tjera, sidomos me dorën e Elon Muskut, i cili u tregua dhe shumë i ashpër dhe bëri dhe shumë dëm aty këtu, sepse prishi dhe shumë. Me sa duket më shumë dëm i bëri vetes vet, me sa prishi ndër tjera prishi dhe biznesin. Prishi dhe biznesin e vet. Problemi është sokol që nëse ne shohim botën si një vijimsi, jo vetëm kulturash dhe civilizimesh, por edhe epokash historike, është e drejtë thuhet se ajo që ka ardhur pas Jaltës dhe Potsdamit, lufta e dytë botërore, ka prodhuar një rend botror i cili si asnjë periudhë tjetër 80 vjeçare paraardhëse ka gjeneruar pasuri, stabilitet dhe emancipim, zhvillim, progres, gjithë to terma pozitive nëse duam t'i përdorim. Ka pasur një dalje masive të kontinenteve tëra nga periudha gjysmëmesjetare. Është pjekur sistemi i të drejtave të njerëzit, i cili është hedhur në ato kartat e famshme dhe revolucion amerikan dhe në atë francez, por nuk ishte bërë sistem imponues aq sa vota e grave fjala vjen, edhe shtetet si Zvicra e kanë akorduar vonë në shekullin 20. Pra, të mërshme kur e marrë Zvicra më duket në vitet 70. Shumë vonë, po. Pra, Trump po kërkon të ribëj një periudhë e cila në vetvete përtej luftës ftohtë, përtej garës bërthamore, përtej konflikteve lokale që janë gjeneruar, se bota nuk rridot ka konflikte, thjesht nuk i kemi ditur, se s'kemi pas internet dhe media. Pra, përtej gjithçkaje, Trump po kërkon të shëmb atë që ka qenë periudha më e suksesshme e historisë njerëzimit për sa kohë që njerëzimi njihet si i tillë. Që ta përmbledhim në një nocion, kërkon që gjithçka që ekziston dhe që rregullon sot, që janë kanunet, rregullat, konventat, ligjet, institucionet ndërkombëtare, që rregullojnë marrëdhëniet mes shteteve, kërkon të rikthej në kohën e fuqive koloniale të shekujve 17-18, kur Britania, Franca, sidomos, bënin ligjin, nuk pyesnin për territore, nuk pyesnin për popullata. Varianti i Groenlandës që kërkon ta marrë me çdo kusht është një version modern i politikave që të bënte dikur edhe Britania e Madhe si fuqia më e madhe koloniale, po edhe Franca, më pak Belgjika ose Gjermania, pra fuqitë evropiane, se ato e bënin, i jepnin tonusin. Pra është rikthim në një periudhë e cila po bëj ndoshta krahasime të cilat nuk përkojnë tamam, por unë besoj në princip jemi në epokën. Pra, Trump po na ofron sokol dhe mbylla epokën e imponimit të vullnetit të një shteti mbi vullnetin e formatuar të shumë shteteve në institucione, ligje, konventa ndërkombëtare dhe marrëdhënie të cilat bazohen para gjithash në mos ndryshimin e kufive.